Është finalizuar operacioni policor i koduar The Bag, që rezultoi me arrestimin e 2 personave për posedim dhe transport të lëndëve narkotike me qëllim shitjen. Burime nga Komisariati i Policisë numër 5 bëjnë me dije se në bashkëpunim me seksionin për hetimin e narkotikëve u organizua operacioni bazuar në informacionet paraprake se 2 shtetas do të transportonin një sasi të konsiderueshme kanabisi drejt Tiranës. Si rezultati i këtij operacioni u arrestuan në flagrancë shtetasit me iniciale EQ, 18 vjeç, dhe AN, 26 vjeç, të cilët u kapën në fshatin Zallmner duke transportuar një çantë me rreth 675 gram lëndë të dyshuar narkotike kanabis sativa. Policia bën me dije se materialet procedurale i kanë kaluar prokurorisë për veprime të mëtejshme ligjore.